Grupet anti-Hamas kërkojnë rol në planin e paqes për Gazën, po ngrihen pikpyetje urgjente rreth një mozaiku grupesh armatosore që kanë dalë për të luftuar Hamasin në Gaza gjatë muajve të fundit. Këto përfshin grupet bazuar në klane familjare, banda kriminale dhe milici të reja, disa prej cilave mbështeten nga Izraeli që ka pranuar së fundi edhe kryeministri i tij. Elemente brenda autoritetit palestinez i cili qeveris disa pjesë të bregut perëndimor të okupuar është rivali politik i Hamasit, besohet se gjithashtu po dërgojnë mbështetje fshehurazi. Por këto milici, secila duke operuar në zonën e vet lokale, brenda 53% të territorit të Gazës që aktualisht kontrollohet nga forcat izraelite, janë përfshirë zyrtarisht në planin e paqes duke u veçuar prej këtij plani, ndërkohë presidenti amerikan Donald Trump, i cili parashikon një forcë ndërkombëtare stabilizimi dhe një forcë policore palestineze të ritrajnuar për të siguruar Gazën në një fazë tjetër të marrëveshjes. Një nga milicit më të mëdha udhëhiqet nga Yasser Abu Shabab, të cilin forcat popullore operojnë përgjatë qytetit jugor të Rafah.